Kanë kaluar mbi 3 muaj që kur Kosova votoi në zgjedhjet parlamentare, por qeveri ende nuk ka. Për shoqërinë intelektuale, ngërshi politik në vend nuk është as pak i drejtë për qytetarët. Malush Tullumi, antari i shoqatës së intelektualëve Jakova, tha se kjo situatë në vend po i duket mjaft e çuditshme, pasi nuk po ka kompromis ndërmjet partive. Është e çuditshme sepse ne jemi dëshmitar që në çdo shtet të botës bëhen negociatat për themelimin e qeverisë dhe në fund të ditës shkojnë disa javë, së shumti një muaj dhe ato negociata përfundojnë. Bëhen lëshime, bëhen kompromise dhe formohet parlamenti, formohet qeveria, sepse tek e fundi zgjedhjet para tunë janë bë. Ndërsa Ali Gojani, antar nga po e njëjta shoqat, nuk po e kuptojnë fajtorin në gjithë këtë situatë shqetësuese. Si unë besoj që edhe të tjerët janë të shqetësuar për këtë situatë që ka ndodhur. Fajtorin e kemi fshirë mi pas sepse të gjithë njësoj për flasim. Arsyetimet e gjitha anëve janë të njëjta. Po asgjë nuk lëviz. Unë si qytetar nuk e kam të qartë cili është fajtori. Një në anë thotë fajtor, ky ai thotë fajtor, ky. Mirë po rreziku është i pashmangshëm në këtë situatë kur gjithçka blen për rreth, e na me këtë komoditet kaq lehtë i pranojmë këto vështirësi është pak i pakuptueshme. Ai si zgjidhje sheh vendosjen e qytetarit në vend të partisë. Qitë problemin e përgjithshëm, interesin e përgjithshëm përpara dhe gjithçka rregullohet. Mos u paraqet si parti, po paraqet si përfaqësues i masës, i popullit, atëherë se në zgjidhen lehtë. Gjithçka shkon mirë. A kur fletë veç në emër të partisë, atëherë e lën masën, popullin mbrapa, atëherë shkon zhak. Jo vetëm për këtë shoqëri intelektuale, por edhe për shumë të tjerë, zhvillimet e fundit politike në vend po sjellin një ngërsh të papranueshëm.